Ashtu si që janë për studentët dhe nxënësit, janë edhe për mësuesit. Pra, duke mos pasur kushtet të nevojshme për të zhvilluar një mësim të mirë në mënyrë bashkëkohore, ose duke mos pasur edhe ngrohje, shumë shkolla, siç e kam përmendur edhe më parë, nuk kanë ngrohje, akoma edhe në ditët e sotme, edhe në Tiranë, edhe në qytetet e tjera, është e pamundur të zhvillohet një mësim në kushte normale. Gjithashtu një problem që është shumë i madh është edhe paga e mësuesve. Pra paga është, edhe pse pati një rritje, ka sjell shumë probleme në zbatimin e vendimit që u mor nga qeveria në qershor të këtij viti. Pavarësisht kësaj, edhe pse pati një rritje, rritja është e konsiderueshme, kjo nuk i motivon studentët që të zgjedhin degën e mësuesisë. Pra, ata studentë që zgjedhin degën e mësuesisë janë studentët me rezultatet më të ulta, gjë që sjell që cilësia në arsim do bjerë shumë poshtë në vitet në vazhdim, por që të gjithë shprehen që paga, edhe pse pati një rritje, është pak kënaqshme. Paga ideale do ishte një pagë e cila, siç e thash dhe më parë, motivon një student të ri ta zgjedhë këtë profesion.